po të fatë jom student i teologjisë në Gjakov të Kroacijës, ku ishte zakonshme me ardhen i Persi i Kosovës në vizit Nik Prela, i cili ishte aso kohë i ndimës i Kosovës, dhe ai më tregon se në Osijek të Kroacijës në Slavonin ekziston një varr i argjipezit nga Shkupi Mikel Suma, i cili ka lind në Sap, në Bab, fshatin Bab të diocezës Sapës në Shqipëri me 1695 dhe u burros në Osijek në Kroaci 1777 dhe i Persi më detyroi ta hulumtoj kush është ky i argjipez biskupit, pse ka ardhur në Osijek, pse ka vorrin në Osijek, duke hulumtuar bi argjipezin e biskupit hasën e dokumente saj nuk ka ardhur vetëm, por me të ka ardhur dhe një popull shqiptar këtë mendas 1200 persona bashkë me argjipezin e biskupit kanë ardhur në Slavoni, në Austro-Hungari të asaj kohe. Po tani, si i bie, në çfarë vendi, ku është Sëriemi tani? Në çfarë vendi është Sëriemi tani? Në kohët e sotshme, për fat të keq, Sëriemi është në Serbi, por në kohën në shekullin 17, ajo ishte pjesë e Austro-Hungarisë. Deri te lufta e dytë botërore ishte pjesë e Kroacijës. Pas luftës dytë botërore ishte pjesë e ish shtetit Jugosllavisë dhe në kohën e fundit është pjesë e Serbisë. Sava është një lom i madh, i ishte kufi në mjet Kroacijës dhe Serbisë, por në Savë ata e kanë ruajtur kufinin e Austro-Hungarisë. Tashti ajo pjesë është në Serbi. Në Sriem të Serbisë, në kokën e sotshme, ose në Vojvodin, nëse është më e qartë.